Përshëndetje të nderuar miq, ditën e nesërme, pra ditën e diel, do të përcjellet për në banesën e fundit këngëtari Shpat Kasapi që ndroi jetë 3 ditë më parë në Itali si pasojë një ataku kardiak. Mesazhet e ngushëllimit kanë qenë të shumta sidomos nga miqtë e kolegët e tij, por të prekur nuk kanë qenë vetëm ata, por besoj se të gjithë ashtu sikur një pjesë kanë shkruar ata që kanë dëgjuar muzikën e tij dhe trashëgiminë që ai ka lënë pas. Por ne do të flasim ditën e sotme, kemi të ftuar këngëtarin Arjan Korkaj për na treguar ndoshta njohjen me të dhe diçka më shumë për Shpat Kasapin. Arjan, përshëndetje dhe faleminderit. Respekt dhe përshëndetje ty dhe gjithë miqve tu që na dëgjojnë. Faleminderit ju për kohën, pasi u kam shkëputur edhe nga puna dhe angazhimet tuaja në Shtetet e Bashkuara, ku ju jetoni tashmë prej disa vitesh. Arjan, se mos të shtiremi sikur s'na del koha për asnjë gjë, se na del koha në të pronë, po lërë se shtiremi se na pëlqen çik që bëjmë vipin. Se di, ata ndërkohë që për të lënë takimet në Amerikë duhet të dërgosh email një javë para, prandaj. Kurse më të falenderoj se mua më je përgjigjur gjithmonë në kohë. Më fal, këtë me email të kanë thënë kolegë të tjerë apo? Me këtë ardhën të thonë apo? Jo kolegë, por në biseda që kam dëgjuar që është jeta mjaft aktive dhe nuk mundet që ti bësh gjërat tani për tani. Nice. Po. Besoj se e kuptove, derisa e kalova, do të thotë më shumë se sa trishtasjar është. Më thuaj. Nuk kuptoj. Për të ndalur tek figura e Shpat Kasapit. Ju si e keni njohur dhe trashëgiminë që ai ka pas? E para Shpati se kur larg qoftë kur ndodh që hikën dikush nga jeta, të bëjnë hero, të gjithë të bëjnë hero. Si do bëjmë gjithë, një ditë, do bëjmë gjithë, ishim më të mirët. Sa jemi gjallë, nxjerrim vrerë, mirë Shpati që iku për vetë ti. Djali i ri, djali në moshë, djali i pamshëm, këngëtari mirë, se do ta themi edhe këtë, këngëtari mirë, sidomos për malçorët, me aq sa kam dëgjuar. Me Shpatin jemi njohur në Tiranë, rastësisht, parasisht, mes miqve. Nuk është se kam një eksperiencë me Shpatin miqësore, do të flas gjithmonë diçka të veçantë nga të tjerët, por që ishte djalë i thjeshtë, dhe mua më pëlqejnë njerëzit e thjeshtë, që janë me këmbë në tokë. Pra ishte siç ashtu dhe rezatonte ajo buzëqeshja. Për mua atë pash atë njoha. Ishte djalë i përkryer, të tjerët janë shumë të tepërta. Mirë ai që iku dhe prindërve të tij. Nuk e di ka prindrit apo jo. Ka nënës edhe jati shndruar jetë shumë vite më parë, po artak kardiak, pra e ndoqi fati i tij. Ndoshta është diçka trashëgimtare, nuk e di, ndoshta nga vaksinat, nuk di çfarë them, se s'mund ta di. Doktorët e dinë që mos marrin profesionin aty se jo, e kam fjalën kur flasim ka zënë vend dhe ky detaj këto ditë që ndoqi fati i tij. Kur flasim në përgjithësi, bëjmë dhe avokatin, bëjmë dhe gjyqtarin, bëjmë dhe politikanin, bëjmë dhe të gjithë. Gjitholog, me pak fjalë, siç kemi prej disa vitesh që i bëjmë shumë ekspert në Shqipëri. Ajo e keqe që ka zënë Shqipërinë është që duhet pastrohet llumi nga plaku mere, nga të gjatit, nga të shkurtrit, nga çfarë janë, çfarë nuk janë, se vërlan nam çfarë nuk po dalin. Imagjinoje çfarë tjera janë që nuk po dalin. Por nga që e kemi të Shpati sot dhe mos nga trojmë temat, më vjen vërtet shumë keqardhje, nuk do qaj, se do shtirem, do bëj sigur qaj në ekran, apo nuk do qaj, sepse quaj më burra ata që qajnë me shpirt, se sa qajnë e fërkojnë syte, andaj këtë pikloti nuk bie, të tepër, ta pash disa që nuk duhet të them, ai tjetëri iku është gjinaf, iku djali i ri, kaq, iku djali në moshë, iku djali me një karrierë të ngritur, më vjen keq vetëm për nënën e tij, në rast parë, edhe për fëmijën e tij. Për gruan e tij nuk e di se gratë sot janë këtu, nesër janë fiu, kur thon. Por pa gjykuar asnjëri, por jeta vazhdon, nuk e di nëmë kupton. Kjo mund ndodhte unë, mund ndodhte te Shpati, mund ndodhte, po të ndodhte kundërta, me thënë që të vdes gruaja. Do thuash ti inshallah zot. Jo më jo se gjunafet ato, por dua ta them që mendimi im mirë ai që iku. Ishte djalë i ri, ishte djalë në moshë, ishte i pamshëm, se të gjitha këto duhen thënë. Por është dikush që ka bërë diçka, ose është njohur në këtë publik për ashtu si është njohur, për atë që është njohur. Shpati është njohur si këngëtar. Pastaj parësi se me Dëllon Hoxhën si aktor apo njërën tjetër çfarë vazhdoi, por që Dëlloni, ku më kujtohet Dëlloni, që në fillim kur pinin cigare bashkë në rrugët e Tiranës.
Se më erdhi tash ti, mirë shpati që Por ju thatë pak më lart që edhe në këtë rast, për këtë ditë pra pat hipokrizi të madhe. Mirë ata që janë kaq të vegjël. Nuk dua zgjatem më tej. Se zakonisht i kam thënë gjëra shumë trosh, këtë tutje do mundohem të mbaj një nivel se tash të qaj përse. Mua më vjen keq se iku si njeri, iku një djalë i ri. Iku një njeri që bënte një gjë shumë të bukur bënte. Edhe ka bërë këngë që ka ngelur. Apo jo? O trashëgimia. Ti më kosovare si ka qenë, po. Ajo kënga e tij, Lule Kosovare, si ka qenë, nuk e di se. Valle Kosovare, po. Valle Kosovare, më fal, po. Një kryevepër si kanë, që kemi kënduar gjithë, edhe unë që jam lab kur i thon nga Vlora, e kam përshpëritur ndonjëherë para se nuk më shkon apo më shkon, po e kemi përshpëritur gjithë, është këngë që ngeli. Prandaj mos por sa ishte gjallë shpati, kush e donte? Se mos i nisemi tash. Aty duket njeriu. Sa je gjallë, kush të vlerëson, kush të nderon, kush të kaq e thjesht. Madje kur ikim tash qajm, përpara disa muaj ishte në qendër të medias për një rast që për një sherr të thash edhe nuk është të kishen u pa ndonjë mbështetje aq e madhe sa çu zbulua tani që kjo që po thoni ju që mbaje mend se nuk e di çfarë ditë do ikë, se po ta dija do bëja ditëlindjen time përsëri sikur linda edhe një herë. Se di që do hiqë do shpëtoj. Do bëjmë lengjen, mbajeni mend kush do jetë, jo unë, por çdo arian. Sa je gjallë nuk të vlerësojnë atë që ti bën, nuk të vlerësojnë që nuk më futen në llumin ku janë gjithë Kazani, si që ka thënë ai Karagjozi gjatë që palloshit çfarë po bën. Janë atë llumin, janë futur gjithë, edhe kur hedhin në lek ulen me vrap, mos i nisem aty se nuk ka. Megjithatë, më vjen shumë keq për temën e shpatit. Edhe për djalin e tij. Djali do rritet, patjetër. Nuse do vazhdoj jetën, patjetër, pavarësisht se me dhimbje, nuk e vëm dyshim, kupton? Se janë dashur, dhe sa ishin bashkë e bën një fëmijë, janë dashur, por më vjen shumë keq për Dëbirin se është ndryshe dora e ngrohtë e babait. Edhe është ndryshe dhe fjala e nënës të tij si shpat. Se djali i vogël e ka temën, dhe shoqëre pas me jetë. Kushdo. Kaq kisha, të tjerë janë shumë të i ndjej shumë të tepërta. Më vjen keq që iku një njeri shumë i mirë. Për ta mbyllur një fjalë më shumë dha apo mori nga publiku? Patjetër që po. Në moment që ikën që mbaron, do thon fjalët e fundit sot për jo, a ka fjalën në karrierën e tij, më shumë dha apo mori? Pra më shumë dha, patjetër. Sa je o do të çaj nga mbrapa, po ata që qajnë sot. Unë se bëj dot, se i pal pantallona kam. Si kthej do dhe kështu, nuk i kthej dot, sa ishte vlerësoje. Duke i shprehur mbështetjet edhe një herë familjes, sikur thatë ju pak më lart, unë falenderoj shumë me shumë keqardhje, vërtet me shumë keqardhje, më vjen për atë nën se e di që çto humbashë se kam humbur vllan vet, dhe di ç'do të thotë për nënën që s'ka gjumë më, pra do të shkret. Këtë tutje, ne mund të themi çfarë duash. Pra atë nënën e tij unë nuk besoj se ka gjumë më. Më vjen shumë keq vërtet se e kam hequr në familje vet. Ja faleminderit. Kështu që të paça me një ty dhe njerëzit që na dëgjojnë, edhe ngushëllime familjes. Të tjerat janë shumë të tepërta. Falenderoj shumë Arjan. Edhe të paça